Policia e Elbasanit ka shpërndar pamje, por edhe detaje mbi mega operacionin I cili u finalizua mëngjesin e datës 8 shtator, ku përpasoi përfunduan në pranga rreth 30 persona. 25 prej tyre gjykata më herët kishte dhënë masën e sigurisë arrest me burg, ndërkohë që për 5 të tjerë janë arrestuar në flagrancë, një shtetas ndërkohë është nën hetim. Si pasojë mega operacionit të konkretizuar nga policia First Day në të 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit, ku në fokus kanë qenë elementet e narkotrafikut, janë dhënë pranga 30 persona ku mbrëmjen e djeshme janë nisur drejt qelive të paraburgimit të Tiranës, ku do të presin deri në përfundimin e hetimeve. Gjatë kontrolleve në banesa janë gjetur armë dhe lëndë narkotike. Burime jo zyrtare nuk përjashtojnë mundësinë që operacioni do ketë pasur si objektiv ndalimin e disa personazheve të njohur të botës së krimit. Gjithashtu janë arrestuar në flagrancë për drogë, armbajtje pa leje, mallra kontraband të 5 shtetas, ndërkohë që një tjetër është vendosur nën hetim. Vjen puna, thot policia e Elbasanit, për kapjen e 14 shtetasve të shpallur në kërkim. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar sasi lëndë narkotike, kokainë dhe kanabis, armë zjarri, pistolet dhe kalashnikov, armë gjahu, sasi e konsiderueshme municioni luftarak, peshore elektronike, thika përforcues grushti, steka duhani të dyshuara të kontrabanduara, laptop, tablet DVD, targa automjetër shqiptare dhe belge, shumë aparash në euro, pound, dollar, franka zviceriane dhe 24 celular.